E ke parasysh ai na marrin dhe mësysh sa bëjmë gjë të bukur direkt. Është mes veharit gjithaj lum uje atje, kur tjerëve ju thahet buza, është problem është. Problem. Okej, Andi, si shkon këto ndeshjet e mbrëmjes tani? Sepse fillon Anglia, Panama-Angli. Tani Anglia duhet ka detyrim të fitoj. Detyrim të fitoj, patjetër. Dhe për mua ka vërtet një ekip shumë të mirë. Ka një Harry Kane që është një golçënues i lindur. E ka treguar në kohën kur ka luajtur Tottenhami, e ka treguar sidomos me Bayernin. Lidhja i Ganezi. Dakor, të lidhi Ganezi, ishte dhe ajo magjia që u boi çik e madhe. Por për mua Anglia është vërtet një skuadër shumë kompetitive. Edhe mua më pëlqen Anglia. Ka disa lojtarë shumë të mirë. Një ndër to që Andi nuk e përmendi është edhe Bellingami, që është mesueshor shumë decisiv, sidomos të Reali, ka bërë një kampionat shumë mirë. Po këtu e tarojë një broja zvarr këtu, pejer këtu që... Po shqyqy që bëri gjë, broja më... Me që u fut me faulaj. Në kampionatin anglez nuk është se kemi parë, por që shqyqy që pa më broja, vap i futi marshin, e la mrapa, po... Qa më kujtove në knaq. Si? Adneshe, që të ndërhyrjen, qa më kujtove të. Në kujtove? Kur na rrifshin gjithë hujet që vishin këtu mas ndeshjes në ja futi Yllisheu për shalë. Se ka mundësi ma për që ma bë këta tani. Knaqa. Po ju më nëse kisha këtu tani. Shumë e bukur ishte. Po ishte shumë e bukur. Po mirë më da, Yllisheu ka qenë, unë personalisht, sa kam pa futbol shqiptar, unë, dhe po them për e të parë publikisht, nuk kam pa triblus me të masë Yllisheu. Fantastik. Një njeri që topi këtu, sepse e majme qëtë vogël, ecë dhe koka këtu. Triblosh këtu me shpejtësi dhe koka në qjellë, unë vetëm atë njeri kam pa. Ti jam se miku topi këtej, ku është? Drejtarja është zakonshëm. Fantastik fare. Nuk e di, ti se ka arritur tamam. Kam gjuar për... Kurse unë e kam parë dhe në stadiume e gjitha. Yllisheu grand, me diferencë madhe, Qatë shikoje? Qenë kohë e vështirë. Me gjithë të shkojmë të Valoni me mirë Gostivar, që të them? Valon? Përshëndetje, Sulqen. Përshëndetje se na morëm sysh. Kërkojnë dje se nuk e di që pati linja në moment Nga që prologu i juaj përsa i përket Gostivarit ishte i shkëlqyer, na morëm sysh, prandaj filloj edhe njerë. Si që përmenda këtu është Lumi Vardar, në pikat shkurtra tani se po flasim për gjithë tjetër. Për gjithë ata që nuk e di, Lumi Vardar buron në rrethin Gostivarit, edhe pastaj vazhdon tutje për derdhje në detin mes dhe atje poshtë dikon nëse nuk gaboj, ose e gje, faktikisht në... Nga Gostivari më duket është se kam i mik atje, kam Nuri Seferin. Nga Gostivari është Nuriu. Po, Nuri Seferi është nga Gostivari. Sulqe edhe diçka që është bërë buj në Europian, dhe doja që ta përmendja, Nedim Bajrami gjithashtu është nga Gostivari, nga fshati Toplicë i Gostivarit, se gjithmonë është përfolur për Tetovar. Nga Tetovar, thonin, nga Tetova. Gjithmonë është folur Tetovar, por realisht ai më origjinë është nga Gostivari, nga Toplica e Gostivarit. Normalisht ato kur vinë i kanë ato lidhjet e veta më shumë në Tetov tani me banime, kështu, po familjen tamam vërtetëri ka gjithë Gostivar. E kam takuar edhe babajnë e ti, kam takuar këtu, kemi qenë për kafe, sepse ishte ajo historia që bëja lidhje unë para stadiumit, e tha, i moqi kufi, më tha, jam babaj, edhe lam për kafe dhe bëm mua bet goxha, shumë njeri mirë. Edhe, po, më tha që, më duket nga Tetova, apo... Do është se ka lahuar sepse u bëj e madhe që është nga Tetova, por realisht është nga Gostivari. Po, mos e jetojnë atje dhe... Po ata jetojnë Zvicër, apo jo? Po, janë jashtë. Okej. Tani, në Gostivar, si e ndjekin kampionatin botror? Është një fakt shumë interesant. Këtu normalisht tifozllëk bëhet për shumë ekipe, për shumë përfaqësues, më fal. Por Gostivari njihet zakonisht për mbështetje të Turqisë. Edhe fatkeqësisht nuk arritën që ta shijojnë fazën tjetër me Turqinë, megjithëse Turqia iku shumë shpejt.